I think Albania is a beautiful country. The culture here and people here are amazing. I'm simply amazed about everything from the architecture to the traffic, to the local nightlife. I think it's truly beautiful. I'm here to learn more about the democracy in both our countries, in Sweden and Albania. It's interesting to see, because in the index on that website you can see an index. It's a very it's a large scale. It's it's very low here and very high in Sweden. So that's interesting to see and compare. Është disi shumë e bukur të bashkëpunoj me këta të rinj të Suedisë. Janë shumë njerëz të mirë dhe shumë njerëz të komunikueshëm. E deri tani me këtë program që kemi bërë, kemi patur shumë qejf edhe kemi mësuar shumë gjëra të reja për demokraci. Për shembull, për indeksin e demokracisë. Ajo është e gjë e re që diferenca mes nesh dhe atyre, po patjetër. Edhe gjëra që kemi të përbashkëta. Edhe ato ishin. Çfarë të numërohet përbashkëta? Të përbashkëta kemi krimin, korrupsionin, të gjithë. Kanë edhe ata merake që kanë edhe ata probleme që kemi dhe ne. Pak a shumë meraket për të ardhmen edhe gjë të tjera. Po, në shkollën e mes profesionale Petrosota studiojnë nxënës të cilët edhe kanë ardhur nga emigracioni dhe të huaj, kemi 2 italian, studiojnë janë në vitin e dytë, dhe kemi dhe nxënës të cilët kanë qenë emigrim me prindrit në shtete të ndryshme. Integrimi i tyre bëhet goxha mirë në sajt të përkushtimit që ka stafi mësimor dhe dëshirës së tyre për të mësuar profesionin. Ndërkohë në kuadër të këtyre shkëmbimeve kulturore që bëhen, shkolla jonë është përftuese një projekti që ka aplikuar Epoka e Re me një organizatë suedeze dhe sot është këtu, aktiviteti zhvillohet në ambientet e shkollës tonë për të realizuar një partnership diskutim mes të rinjve. Okej, është hera e dytë në fakt në periudhën 5 vjeçare që ne bashkëpunojmë me Sunds Garden School nga Suedia. Ky program vjen për herë të dytë në Shqipëri, ku të rinjt suedez nga shkolla Folk School në Sunds Garden vinë në Shqipëri dhe së bashku ne nëpërmjet modelit të Forum Teatr ndërtojmë urat e bashkëpunimit, njëkohësisht të rinjt nëpërmjet leksioneve dhe workshopeve që po marrin këto 3 ditë japin mendimin e tyre mbi diferencat sociale dhe mbi problemet që ka për ndërtimin e një demokracie sa më të mirë në vendet tona të përbashkëta. Të rinjt janë djerë të kënaqur, i pëlqejnë shumë Shqipërinë, njëkohësisht kjo do të vazhdojë përsëri, sepse ne në prill do të jemi me grupin e studentëve nga Fieri, do të jemi në Suedi, ku së bashku përsëri do të kemi të njëjtat marrëdhënie bashkëpunimi dhe të njëjtat aktivitete.